Dua t'ju them diçka konkrete përtej të gjitha atyre që janë shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë, për vendin tonë, për kombin tonë me hyrjen në Bashkimin Evropian. Dua t'ju them që ajo pasaporta aty është një dokument që nuk është një dokument tjetër udhëtimi. Nuk është një dokument i ri që zëvendëson të vjetrin ose këtë që kemi sot, që ka një ngjyrë tjetër, që ka të shkruar aty edhe Bashkimin Evropian, edhe që na jep mundësinë që të hyjmë në BE për të ndaluar edhe bërë të njëjtën gjë që bëjmë sot. Jo, është diçka krejt tjetër. Kjo pasaporta këtu është një status i ri për shqiptarët.